kur imi taku për herë të parë nuk i kum besu si është amerikane, po 8 muaj që kemi qenë të ndam, ende i ruj gjitha letrat e Dianës janë përmi 300 letra. Nuk kemi pas kurse të mira, se ka qenë shumë e vështirë për me i majt gjithë. Ata, se edhe vajzat edhe djemët i ka shkollu barabart, veç kush s'ka desht. Edhe ka qenë e vështirë, ka qenë vërfni, po me kujtime dhe e lezetshme. Studimet në Zagreb ishin të befasueshme për të, sepse aty takoi dashurinë Dianën që i ndryshoi komplet synimet që i kishte vënë vetes. Edhe me gruan time Dianën, jam njoft në Zagreb si student. Ajo i ka studiu gjuhët, ndërsa unë kom qenë në universitet. Kur imi taku për herë të parë nuk i kum besu si është amerikane, se s'ma merr mendja si vjen ai amerikan me studiu në Zagreb në atë kohë. Dhe një vjet ashtu kemi qëndruar afër njëri tjetrit. Mas jo kthy Diana për në Amerikë, atëherë kemi kuptuar se na kemi qenë edhe tram dashni, që kemi menduar se masi të kthehemi ajo nuk do t'i mungojmë njëri tjetrit. Po 8 muaj që kemi qenë të ndam, ende i ruj gjitha letrat e Dianës janë përmi 300 letra që mi ka shkruar ajo brenda 8 muajve, edhe unë i kam shkruar afër 100 letra. Dhe pa do një ftesë të veçantë, vetëm me letrat e asaj që mi kishte dërguar, jam shkuar ku marr vizën në Zagreb, jam shkuar në Amerikë me 1974 në muajin mars. Dhe nuk jam shkuar me qëllim me qëndru atje, po që atë deshti fati dhe që mbeta atje. Domethënë në Amerikë dhe jam shkuar për hir dashnisë, po e gjeta edhe jetën aty. Tash çdo martesi ka komplikimet e veta. Unë mas 50 vjet martese, edhe 50 milion herë mu martu, po ta kisha të njëjtin mundësi, prapë martoj Dianën, e kam një jetë shumë të lumtune. Është shumë vështirë me qenë gruaja jame, se unë i kam disa tradita më të vjetra, dhe po ajo ka desh zoti është adaptu, mirë shkojmë. Edhe fëmijët ashtu ju kanë përshtat jetës tonë shqiptare këtu në Kosovë, sepse i kom pru rregullisht verës. Bile dorimin e kom pru hala ka qenë, hala si ka pas 2 vjet, e kom pru e kom lënë këtu, tonë verës i lejshim këtu, mas ne i kthejshim. Kur u keqësu gjendja për shkaqet politike, s'mishim i për këtu, vitet 90 e që isha në Shqipni. Kështu si të gjithë e folin gjuhën shumë bukur, gjithë kanë qenë të angazhum në jetën në Kosovë. Se një vajzë re amerikane në vitet e 70-ta do të pranonte një shqiptar me gjithë traditat e tij, Ramizi asnjëherë nuk e mendoi dhe vazhdon të jetë arsyeja e lumturisë që edhe sot gëzojnë.